Hatiko Basha nga fshati Lazarat, pjesë e bashkisë Gjirokastër, prej rreth 5 vitesh ka ngritur fermën e saj të gomaricave. Iniciativa nisi gjatë kohës së pandemisë, kur ajo vendosi të investonte në këtë sektor për shkak të vlerave kurative të qumshtit të gomaricës. Fillimisht me vetëm 2 gomarica, sot ferma e saj numëron mbi 30 të tilla. Ra Covidi edhe duke dëgjuar gjyshet që ishte i vlefshëm për shëndetin, edhe kështu e provuam e radhin për qumshin, vlerat kurruse që ka qumshi. Si e nisë? E nisë me 2 copë, pastaj vazhduam e bëm 30 copë. Është e vështirë të kujdesesh për to? Po, vështirësi çdo punë ka. Kam 30 copë dhe të gjitha i dalloj. Dhe sa vi në ferm, po gëzojnë që po vi në ferm. Janë shumë të dashura. Për fermeren Hatiko, tregëtimi i qumshtit të gomaricave është i lehtë fal vlerave të mëdha që mbart, ndërsa kërkesa për këtë produkt është rritur ndjeshëm, madje edhe nga tregjet jashtë Shqipërisë. Thjesht kam hapur një faqe Instagrami dhe me telefonata, kështu. Edhe me njerëzit u njoh pak a shumë. Tani pak a shumë me që njohur këtë vitin. E pest, kemi shumë të rreqje. Gjysmë litri ka, më shumë se gjysmë nuk jep. Deri në 6, një prej gomaricave, edhe milet deri në 6 muaj. Këtë vitin e funit kam ngelur e kënaqur se është i njohur, edhe brenda vendit. Kemi patur dhe kërkesa nga jashtë, nga Kosova, nga Greqia. Synimi i radhës për fermeren Hatiko është zgjerimi i mëtejshëm i fermës, duke rritur kapacitetet dhe përmbushur kërkesën gjithnjë në rritje për këtë produkt të veçantë.